Të dashur shikues, rrëfimi profetike vjen përsëri dhe në këtë javë dhe do të flasim sot për një prej rrëfimeve më interesante të profetit alayhis salam. Ai ka rrëfyer ngjarjen e një personi prej popujve më të hershëm, i cili prej gjendjes së tij të mosdurueshme, prej mungesës së sabrit të tij, prej udamarët dhe ndroi jetë, pra bëri vetvrasje. Po çfarë është kjo histori? Pse ndodhi? Pse erdhi situata deri këtu? Për gjitha këto do të jemi sot në shoqërinë e Hoxhës nderuar Ahmet Kalaja. Selam aleikum, mirë se vini. Aleikum selam wa rahmatullah. Mirë se gjetëm. A cili është ky personi, Hoxh, saktë cili është ky person, identiteti nuk se na intereson shumë, po ngjarja dhe dobit që nxjerrin për saj. Faktikisht profeti alayhis salam në lidhje me ngjarje si kjo ngjarje ka disa transmetime dhe disa herë, domethënë, i ka kushtuar shumë rëndësi kësaj pjesës së mungesës së durimit të njeriu për një sprovë që i ndodh. Dhe në një nga këto raste është dhe transmetimi i Xhundub ibn Abdullah radhiyallahu anhu, thotë, një ditë i dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam na tregoi për një ngjarje që ka ndodhur tek njerëzit dhe popujt e mëparshëm. Thotë, ndërkohë që një njeri plagoset, sipas një transmetim tjetër, domethënë i shfaqet një gjendër e cila filloi të përhapej dorën e tij, ose mund të kenë qenë ngjarje të ndryshme. Dhe personi nga padurimi ose nga dhimbjet e mëdha, domethënë e pret dorën e tij, pret damarët, dhe fillon të rrjedhë gjaku derisa ai vdes. Zoti tha: "Badereni abdi bi nafsihi." Ungut robi im ose u shpejtua robi im me veten e tij. Unë do ta privoj atë nga xheneti. Normalisht që ky hadith ka nevojë për disa sqarime, si për shembull kjo fjalia që tha robi im mungut ose u përshpejtua robi im me vetveten e tij. Domethënë njeriu mund vdesi para kohë, i thon kësaj, ose siç thon për shembull ja mori jetën. Do thotë se ky njeri domethënë mund të jetonte edhe më shumë, po thjesht ndodhi diçka dhe ne e dimë që vdekja është e caktuar, e xheli vjen në moment të caktuar. Në këtë rast duket sikur personi që ja mori vetes jetën ishte personi në këtë rast. Pra, si bashkohet mes këtyre dy. Kjo është thjesht një shprehje metaforike dhe nuk ka kuptim të drejtë për drejtë të vërtet. Pse? Sepse e xheli ose vdekja e njeriu është e caktuar në barkun e nënës. Dhe që njeriu në një moment caktuar tjetër mund të vrasë veten, edhe kjo është e parashikuar. Pra nuk ndodh që njeriu të ketë një vdekje, le të themi për shembull në moshën 70 vjeçare, dhe ai bën një veprim edhe vdes në moshën 35 vjeçare. Nëse është shkruar që njeriu do të vdesë 75 vjeç, ai do të vdesë 75 vjeç. Nëse është shkruar që do të vdesë 50, ai do të vdesë 50. Dhe nëse është shkruar që do të vdesë 35 duke prerë damarët apo duke helmuar veten, atëherë ai do të vdesë në moshën 35 vjeçare. Po pse quhet me pre dhe pret damar në këtë rast? Si bashkohet kjo moment, dikush, më thënë, me premërzitjes ti, merr armën apo merr ashtu dhe vret veten. A është ky momenti i xhelit të tij apo ishte ky i cili? Absolutisht, ky është momenti i xhelit të tij. Pra është pikërisht kjo është shkruar. Atëherë pse është shkruar ose pse është thënë këtu përshpejtuar? Është thënë përshpejtuar në kuptimin metaforik, pra me kuptimin njeriu duhet bënte sabër dhe duhet bënte durim derisa të vinte ai momenti që është shkruar prej Zotit. Pra kjo është e shkruar prej Zotit. Ky veprim që bëri njeriu është i shkruar prej Zotit. Mirë, po mënyra se si njeriu u soll tregoi pakënaqësi ndaj asaj që Zoti ka shkruar për të. Përndryshe ajo është e shkruar prej Zotit. Domethënë, nuk është se ndodhi diçka e paparashikuar prej tij apo e paplanifikuar prej Zotit. Ka ndodhur ajo që Zoti e ka shkruar. Por se problemi është tek njeriu, i cili nuk është i kënaqur ose nuk duroi që domethënë të shkonte puna ashtu siç e ka shkruar i Madhi Zot. Domethënë, përshpejtimi i njeriu në këtë rast është një veprim tentativ prej tij për të përshpejtuar, por faktikisht nuk ka përshpejtim këtu. Dhe përshpejtimi këtu është thjesht thënë në kuptimin metaforik. Pra, domethënë ka ndodhur ajo që Zoti e ka shkruar se do të ndodhi në kohën e duhur dhe në momentin e duhur. Mirë, po veprimi i njeriu është i dënuar. Mënyra se si sillet njeriu në këtë rast është e dënuar. Pra veprimi i tij është i dënuar. Përndryshe, pra ky njeriu, le të themi, domethënë, edhe sikur mos i kishte prerë damarët në atë moment do të vdiste.
Po ky nuk duhet zgjidhte këtë mënyrë. Ky nuk do ta priste caktimin e Zotit ose, si më thën, fatin, nuk duhet sillej me fatin e tij në këtë mënyrë. Kjo është ideja. Se përndryshe vdekja e tij do t'i vinte në këtë mënyrë siç ka vdekur dhe siç është shkruar për të. Mirë po, në këtë rast e dënueshme është sjellja e njeriu përballë fatit që Zoti ka shkruar për të. Po më Zotni ti je i plagosur dhe Zoti ka shkruar për ty që do të vuash derisa të vi momenti. Ti mund të kesh një hall apo një problem apo një shqetësim, Zoti ka shkruar këtë për ty. Ti mund të vdesësh edhe si pasojë një infrakti për shkak të kësaj dhimbje ose kësaj brenga ose le të themi të një sëmundje tjetër e cila mund të shkaktojë dhe mund të shkaktojë vdekjen. E rëndësishme është që njeriu nuk duhet tentojë të tregojë pakënaqësi ndaj fatit që Zoti ka shkruar për të. Në këtë rast e kemi pakënaqësi, sikur njeriu nuk është i kënaqur me këtë që ndodhi ose nuk është i durueshëm përballë dhimbjeve etj, sepse Zoti i Madh nëse të ka hedhur diçka, ta ka hedhur sepse ai me këtë sprovë që ty të ka ndodhur po të pastron gjunahet, po të pastron të kaluar, po të pastron mëkatet ose ndoshta nëse je pa mëkat, Zoti po të ngren gradët dhe po të lartëson. Pra, Zoti është i plotfuqishëm që mos ta lë robën e tij të vuajë. Mirë, por në momentin që e ka lënë të vuajë, do të thotë se ai ka disa urtësi që ndoshta njeriu edhe nuk i zbulon dot. Për këtë arsye themi ne që nuk plotësohet besimi i besimtarit derisa ti të kënaqur me atë që Zoti ka caktuar për të, derisa ti të kënaqur me atë që Zoti ka shkruar për të. Dhe kemi një moment tjetër të rëndësishëm në këtë hadith që është fakti që Islami në çdo lloj rasti kur është treguar për vetvrasje, është treguar shumë i ashpër. Në këtë rast tha e privoj nga xheneti, që do të flasim për kuptimin se çdo thotë fjala e privoj nga xheneti. Në rastin tjetër tha do të jetë përjetësisht në ferr, siç është hadithi që thotë ai njeri i cili e vret veten e tij me një hekur ose helmon veten e tij me një helm, do të dënohet me këto të dyja, pra ai që e vret me hekur, me këtë hekur, me këtë fytyrë, me këtë armë, do të dënohet në ferr, në xhenem përjetësisht, ndërsa ai ose ajo që e helmon veten në këtë botë, me këtë helm do të dënohet përjetësisht në ferr. Pra kemi një transmetim që thotë përjetësisht në ferr dhe kemi një transmetim si ky sotmi që tha unë do ta privoj atë nga xheneti. E privimi pastaj është po le ta marrim historinë që në fillim hoç, domethënë kjo është një sprovë. Shpesh ne jo në gjitha rastet e sprovave durojmë. Disa raste, disa sprova ndoshta janë të lehta, i të kalojmë, e kuptojmë mirësinë e Zotit ndaj nesh, e kuptojmë që ka urtësi, por në disa raste ndoshta dhe nuk e përballojmë siç duhet. A na jep mesazhe kjo histori se sprovat duhet të kalohen me durim sepse përfundimi pastaj mund të jetë fatal? Absolutisht, domethënë Zoti i Madh na ka treguar në Kur'an se nuk ka njeri që nuk do të kalojë në atë që quhet prova e sprovës, po ta themi kështu, ose laboratori i sprovës. Pra nuk ka njeri që nuk do ta kalojë këtë fazë. Edhe njeriu që ndoshta duket shumë mirë, edhe ai ka sprovat e veta në familje apo shëndet apo diku tjetër. Pra ideja e sprovës është diçka që patjetër duhet ta kalojë çdo njeri në mënyrë që për të dëshmuar se cili është besimi i kush është minerali i personit. Qëndrueshmëria. Nganjëherë minerali është shumë i përzier. Edhe duhet të kalojsh patjetër një lavazh që të kuptohet. Pra nëpërmes sprovës me çfarë minerali kemi të bëjmë, ose duhet të kalojë në një forë shumë të nxehtë që të dali se çfarë minerali është faktikisht i fshehur në këtë turm dheu. Kështu që edhe puna e sprovës kështu është, domethënë njeriu patjetër duhet ta kalojë në mënyrë që të dalë pastaj minerali dhe në sajt mineralit i vjen edhe çmimi. Vlera e tij. Vlera. Edhe njeriu në sajt të sprovës i jepet dhe vlera, pra ne për shembull themi çdo ditë jemi të kënaqur me Allahun si Zotin ton, jemi të kënaqur me Islamin si fenë ton, jemi të kënaqur me profetin Muhammed alayhis salatu wasalam si dërguar, jemi të kënaqur me Zotin, me Allahun si Zotin ton. Kur ti thua unë jam i kënaqur me Allahun si Zotin tim, do të thotë je i kënaqur edhe me çdo gjë që ai bën me ty. Dhe ky është thelbi dhe sekreti i besimit në kaderin e Zotit. Domethënë ti nuk shpreh asnjë ankesë dhe domethënë je shumë i vetëpërmbajtur dhe nuk tregon asnjë lloj mërzitje përballë asaj që Zoti në fund fare ka caktuar për gjithë secilin prej nesh. Për këtë arsye edhe njeriu domethënë duhet të jetë shumë i qetë në sprovë, në mënyrë që domethënë të gjejë rrugën edhe të di se si ta menaxhojë sprovën, sepse të dalësh nga sprova është e vështirë dhe të shpëtosh prej sprovës është e vështirë, ndërsa ta mirë menaxhosh sprovën është në dorën e njeriu. Kështu që njeriu domethënë nëpërmjet sprovës mund të lartësohet shumë ose nëpërmjet sprovës mund të digjet fare, pra me kuptimin mund të ngelin sprovë, siç është rasti i këtij personi i cili u sprovua dhe ndodhi ajo që ndodhi, ose rasti tjetër që përmendëm pak më herët, njëri i cili vret veten apo njëri i cili helmon veten. Ose kemi një rast tjetër për shembull në një ngjarje,
tregohet se një person e lavdronin shumë në sytë profetit alayhis salam, për shkak se po përballi me armiq shumë. Edhe profetit i vjen shpallja dhe i thuhet që ky njeri do të jetë në ferr. Njëri prej shokëve të profetit i bën shumë përshtypje, domethënë ky njeri i cili po kontribon kaq shumë dhe të jetë në ferr, ka diçka që nuk shkon në këtë mes. Nuk e prisnin që tha ky me vete dhe ky është transmetuesi i ngjarjes, tha unë do ta ndjek personin në fjalë, tha dhe do të shoh çfarë pse tha profeti kështu. Thotë ndoqa derisa erdhi një moment ky vrau veten, u plagos, nuk duroi dhimbje dhe vrau veten. Dëshmoja që kishte thënë profeti. Erdhi tek profeti dhe i tha o profeti i Zotit, tha, unë dëshmoj se ti je profeti i Zotit me të vërtetë. Tha pejgamberi alayhis salam pse tha? Tha se personin në fjalë tha që ti the kështu, unë ndoqa, çfarë bënte? Tha ndodhi kjo. Tha profeti alayhis salam, edhe unë dëshmoj që jam profeti i Zotit. Që thotë do të pas vazhdimisht mirakull se sprovat mund të jenë tilla që mund të jenë fatale nëse nuk tregojmë të kujdesshëm. Nëse humbasim durimin në një moment mund të jetë momenti i fundit. Si tha profeti alayhis salam në hadithin e Ibn Mesudit, ndoshta njeriu punon një jetë të tërë për të qenë xhenetli, në fund fare ish rreshket, bën një punë që bën punë xhehenemlisht, Zoti na ruaj, dhe shkruhet për xhehenemlin. Ndërkohë që nuk kishte mbetur mes tij dhe xhenetit vetëm si një hap për tu hedhur dhe përfundonte në xhenet. Ose e kundërta. Njëri mund të jetë në veprat e tij një xhehenemli i sigurt, ndërkohë që në fund të jetës së tij, kur nuk ka mbetur mes tij dhe xhenemit vetëm si një hap për të kapërcyer për të rënë në xhenem, bën një punë, bën një vepër që të pendohet dhe të reflektojë. Pra ideja është domethënë njeriu përballë sprovave duhet të jetë shumë i qetë. Dhe i mençur është ai i cili ditë menaxhoi sprovën. Sepse të shpëtosh prej sprovës është e pamundur, të ikësh prej sprovës sepse ti je i sprovuar tashmë, nuk është se je para sprovës, je në sprovë. Atëherë mirë menaxhimi i sprovës është suksesi i vërtetë. Dhe mirë menaxhimi thosh, a mund të themi se pikërisht në këto raste të tilla lidhja me Zotin duhet të jetë më e fortë për shkak që Zoti na jep forcë të kalojmë sprova, se ne në vetveten vlerën tonë jemi të thyeshëm para sprovave, po ndoshta si thua ndihma e Zotit është ajo që na mundson pastaj që të kalojmë. Pra, jo vetëm që të lëkunden marrëdhëniet tona me Zotin, po të forcohen mundësisht në këtë moment. Për këtë arsye, domethënë profeti alayhis salatu wassalam në një rast tha, nëse ndonjëri për ju kalon një sprovë shumë të rëndë, mos të kërkoj prej Zotit që t'ia marrë shpirtin. Domethënë jo vetëm që të kryej vetvrasje, siç ishte rastet në fjalë, po as mos më thon o Zot, ma merr shpirtin, se s'dua të jetoj më. Nëse njeriu kalon një sprovë tepër të rëndë, thotë, dhe i bëhet jeta shumë e vështirë, atëherë le të thotë, o Zoti im, nëse është jeta më e mirë për mua, më lër të jetoj. Pa ja lënë Zotit në dorë zgjedhjen. Dhe nëse është vdekja më e mirë për mua, o Zot, më jep vdekjen. Pra ti ja lën në dorë Zotit zgjedhjen. Nuk ka dyshim se lidhja e fortë me Zotin i jep njeriu të fuqi dhe energji dhe dritë për ditë se ku duhet të shkeli në sprovë. Mos lidhja e fortë me Zotin bën këtë që ndodhin në këtë rast. Demoralizimi, mendimi jo i mirë, pse më ndodhi mua kjo? Njeriu i cili nuk është i lidhur fort me Zotin, apo me adhurimin, apo me Kur'anin, apo me përmendjen e Zotit, në sprovë i errësohet gjithçka. Dhe është puna e njeriu i cili nuk sheh dhe nuk e din se ku e vend këmbën, dhe në moment mund ta vendosë këmbën në një situatë të tillë që ai humbet. Ndërkohë që ai që është i lidhur fort me Zotin dhe kërkon ndihmën e Zotit në sprovë, o Zot, ma mundëso që ta shoh situatën ashtu siç duhet. O Zot, ma mundëso që të bëj zgjedhjen e duhur. O Allah, ma mundëso që mos bëj një veprim që ti të hidhrohesh prej meje. Dhe vazhdimisht lidhesh me Zotin, fal namaz, wasta'inu bis sabri was sala, me namaz, me durim, me konsulencë, me pyetje, pra duke pyetur njerëzit më të ditur, njerëzit që kanë kaluar sprova të tilla dhe eksperienca të tilla dhe kalohet situata. Pikërisht janë pikërisht këto dritat e nevojshme që ti çdo hap që e hedh në sprovë e hedh i sigurt edhe del. Sepse sprova nuk mund të jetë e përjetshme ose nuk mund të jetë përgjithmonë. Sprova është një periudhë caktuar dhe një kohë caktuar. Në momentin që je i lidhur fort me Zotin, je i lidhur fort me adhurimin, mundohesh që të konsultohesh dhe të kesh një shoqëri të mirë, ja del mban me shpresë Zotit. Edhe kthen këtë moment pasaj në dobi të në mësim të madh për vetë. Lartësohesh më shumë. Shumë njerëz mbas provave janë bërë më të mirë, janë bërë më të dobishëm dhe kanë qenë më të fortë. Ndërkohë vetvrasja është një fenomen njerëzor që me sa duket të paska shoqëruar, po themi, historinë njerëzore vazhdimisht, po në kohët e fundit shohim tentativa aq të mëdha për vetvrasje dhe raste aq të mëdha sa njerëz dhe nxiten, duke konsideruar këtë si diçka jo shumë të madhe. Ndërkohë
për besimtarin i cili çdo gjykim e për Zotit duket sikur situata shumë e rëndë. Pra Zoti thotë e privova prej edhe pse ky nuk ka vrarë dikë tjetër, nuk ka hyrë në hak dikujt tjetër, Zoti po thotë që do ta privoj këtë rob në këtë rast fenomenin vetvrasjen nga xheneti. Pra do thotë se vetvrasja çon në xhenem, i përmend rastin kur ishte xhenemi i përjetshëm. Pra si është gjykimi i Islam për vetvrasjen? Nuk ka dyshim se, domethënë, prej normativave më të qarta në Islam në raport me gjykimin e vetvrasjes, domethënë është normativ shumë i qartë në Islam. Domethënë është thënë ky njeri ka bërë një veprim i cili e privon atë nga parajsa. Ky veprim domethënë e bën njeriu që të humbi parajsën ose do të jetë në xhenem. Dikush një herë më shkruan dhe më thotë për të vërtetësuar thotë do të vras veten. I thash ti mendon se duke vrarë veten do ta zgjidhësh problemin? I thash vuajtje në këtë botë me hallin që po kalon, po më e keqe do të jetë se do të vuash përjetësisht në botën tjetër. Tash pastaj e dyta, nëse ti mendon se po i zgjidh problemet me vetvrasjen tënde, ç'mendon për familjen tënde, si do të jetë halli i nënës, i babës dhe i vëllezërve dhe i motrave, si do ta përjetojnë këta njerëz? Domethënë ti, okay, jetën tate do ta shuash. Po vetëm që nuk e ndalon dhimbjen, por se e shumëfishon. Do ta shumëfishosh dhimbjen. Pra ideja është domethënë nuk e ka toleruar Islami çështjen e vetvrasjes në asnjë lloj situate, në asnjë lloj rrethane, domethënë. Edhe nëse situatat është e vërtetë që ndonjëherë njeriu të mundi ngushtohet jeta shumë keq. Është e vërtetë tani. Domethënë mund të ndodhi. Atëherë lërja Zotit, thuaj o Zot, nëse është më hajrit, më jep jetën dhe më lër të jetoj. Nëse është më hajrit që unë të ndroj jetën apo të vdes, o Zot më merr jetën. Është e vërtetë që ndoshta mund të ketë qenë si fenomen i hershëm, mirë po në kohët e fundit është bërë dhe si mod. Domethënë njerëzit për diçka shumë, për një dashuri të pararealizuar, për një ëndër të paplotësuar, për një zëng, për një problem me një shkënd të kjo lëzidhe. Apo se pas edhe për pasionin lojra për një faj ose për një gabim që mund të ketë bërë njeriu turpi prej njerëzve. Për një turp që nuk e mandat në publik. Domethënë gjitha këto nuk funksionojnë. Pse? Se ka një derë që quhet dera e pendimit. Dhe në momentin që njeriu troket te kjo derë, Zoti ka për ta falur. Kështu që nuk ka hapësirë që njeriu të bëjë një veprim se u përhap, po e përfoli njerëzit apo është keq tek njerëzit kjo gjë që u tha apo unë u përfola. Po edhe mungesa ka dhe një problem tjetër, që është mungesa e një përgjigje konkrete për arsyeën dhe shkakun pse jetojmë. Pra shumë për vetvrasjeve, flas sidomos në disa vende të civilizuara, shkojnë për faktin se njeriu nuk gjen një ekuacion ose le të themi një zgjidhje për ekuacionin e jetës. Pra i duket çdo gjë më pa kuptim, i duket jeta e zauruar tashmë dhe çdo ditë duket monotone, nuk ka me qëllim dhe motiv për të qëndrimin në jetën e kësaj bote. Ndërkohë që në Islam domethënë ne e dim shumë mirë se jeta e kësaj bote është një periudhë sprove, ne do të jemi në këtë botë për një kohë sa na ka shkruar i Madhi Zot, pastaj do të kalojmë në një fazë tjetër. Pra nuk mbyllet gjithçka këtu, nuk është A-ja dhe Z-ja e gjithçka e këtu. Këtu jemi, le të themi A, B, C, D, E, pastaj do të vazhdojmë në një fazë tjetër, pastaj do të vazhdojmë pafundësi. Pra infiniti është bota tjetër. Jeta e kësaj bote nuk është gjë tjetër vetëm se pikërisht një periudhë ku, siç e tham edhe më herët, në laborator sqarohen gjërat, qartësohen gjërat, shfaqen mineralet, edhe çdo njeri pastaj kupton pozicionin e tij që ka tek Zoti në bazë të këtyre provave dhe sprovave dhe halleve dhe sikleteve që kalon në jetën e kësaj bote. Për të thënë, domethënë, përfundimisht, Islami e ka ndaluar rreptësisht, madje kur ka ndodhur në kohën e profetit alayhis salam, ka pas një ngjarje të tillë në kohën e profetit alayhis salam, profeti alayhis salam nuk ja ka falur namazin e xhenazës. Jo, si distancuar nga jo se ky veprim domethënë e nxjerr njeriu prej feje dhe këtu ne do të vim te komenti përjetësisht në ferr dhe do të jetë i privuar nga xheneti. Këtu vjen. Jo se ky njeri me veprimin që bëri doli prej feje dhe është jo besimtar, jo në këtë kuptim. Sepse profeti lejoi që t'ia falin të tjerët. Ai vetë u distancua dhe u tërhoq. Pse? Thjesht për dhënë një mesazh se njëri i cili veten nuk meriton që profeti lutet për të. Është lloj nderimi i veçantë, lloj privilegji që Zoti jep dikujt që xhenazat i falet nga lutja e profetit për një person do të thotë ndërmjetësim i padiskutueshëm.
Mirë po, në momentin që profeti alayhis salam bëri një tërheqje të tillë, mbeti në mendjen e njerëzve. Për shpyr dhe si shenjë dhe si mësim për njerëz më pas. Ndërsa fjala e profetit alayhis salam kur tha Zoti tha robi im u ngut me veten e tij, u përshpejtua në sakrifikimin e vetes tij. Dhe unë atij do t'ja bëj haram xhenetin ose do ta privoj nga parajsa, nga xheneti, ka disa kuptime. Për shembull, prej kuptimeve është nëse njeriu ka bërë këtë veprim duke besuar se s'ka asgjë dhe se kjo është e drejta ime dhe unë mund të bëj çfarë të dua me veten time. Nëse njeriu është nis nga ky princip, absolutisht atij ndalohet dhe i privohet xheneti përjetësisht dhe ai do të jetë banor i ferrit përjetësisht. Se në një farë mënyrë ka mohuar Zotin në cilësitë e tij. Ka mohuar ligjin e Zotit. Do thonë ti or zotëri nuk mund të bësh me veten tënde ç'të duash. Sepse nuk je ti prodhuesi i vetes tënde, nuk je ti bërësi i vetes tënde. Ti ke ardhur në këtë botë me këto mirësi që të ka dhënë Zoti, i krijuar prej ti. Pra ti je menaxhues. Edhe siç e themi ne, trupi është amanet në dorën e gjithë secili prej nesh. Nuk mund ta shpërdoroj, nuk mund të abuzoj me të, nuk mund ta trajtoj atë si pronë. Ti duhet ta mirë menaxhosh, e ke, si më thën, e ke në përdorim, le të themi kështu, edhe duhet ta mbajsh mirë, sepse nuk është asgjë e jotja në këtë trup, është dhuratë prej Zotit. Për këtë arsye është amanet. Në momentin që ti thua jo, unë di të bëj çfarë dem dhe s'pyes askënd, edhe s'dua t'ia di për askënd, dhe edhe mund t'i jap fund jetës time, themi prit, se këtu i ke të kaluar caqet. Nëse personi e bën këtë veprim duke e ditë që ky veprim është i ndaluar, mirë po, siç e tham, në një moment njeriu mund të humbi shpresat, në një moment njeriu mund të jetë shumë i pikëlluar dhe e bën një veprim të tillë, themi kuptimi që e privon nga xheneti me kuptimin nuk do të jetë për aty njerëz që do ta fitojnë xhenetin me një herë. Pra patjetër ky njeri do të kalojë një kohë vuajtje, ose kur thuhet do të jetë në xhenem përjetësisht, pra nuk e ka kuptimin përgjithmonë si jo besimtarët, por ka për qëllim për një kohë shumë të gjatë. Në krahasim me mëkatet e tjera që do të dënohen në ferr, ky do të jetë sikur më qenë përjetësisht. Siç themi ne për shembull, filani është dënuar me burg përjetshëm 25 vjet. Po burgu i përjetshëm nuk është 25 vjet. Mirë po, në krahasim me, le të themi me veprat e tjera penale, 25 vjet quhet burgimi i përjetshëm. Kur themi personi ka një jetë në punë, ai nuk është se ka lindur duke punuar, po pjesa më e madhe e kohës, një pjesë e gjatë e kaluar. Ky është edhe kuptimi, domethënë sepse ne kemi një parim në Islam që thotë besimtari nuk mund të jetë përjetësisht në ferr, pra me kuptimin e infinitit, edhe kemi një parim tjetër që thotë besimtari patjetër do të përfundojë në xhenet. Çfarëdo qoftë mëkati i tij, çfarëdo qoftë gabimi i tij, çfarëdo qoftë faji i tij, nëse nuk pastrohet në këtë botë me provat e kësaj bote, nëse nuk pastrohet në varr me provat e varrit, nëse nuk pastrohet në ditën e gjykimit me provat e ditës së gjykimit, nëse nuk e kap, si më thën, amnistia e shefaatit apo mëshira e Zotit e tjerë, ky njeri do të vuajë në ferr, ama është e destinuar në Islam dhe e thën qartë që çdo besimtar do të përfundojë në xhenet, pavarësisht vuajtjeve që mund të kalojë në zjarrin e xhenemit për shkak të mëkatet dhe gjunave të tij. Dhe nëse personi e ka bërë këtë veprim duke qenë besimtar dhe duke ditur që kjo gjë është ndaluar, po thash, një moment njeriu humb shpresat, një moment njeriu i nxjihet gjithçka dhe e bën një veprim të tillë, atëherë themi kuptimi është që ky njeri nuk do të jetë për atyre që do të fitojnë xhenetin më një herë, ose ka kuptimin do të vuajë për një kohë në zjarrin e xhenemit dhe në krahasim me mëkatet e tjera është sikur të ri përgjithmonë, po faktikisht një ditë ky njeri do të futet në xhenet, po vuajtjen do ta ketë sigurt. Pra ky është kuptimi i hadithit dhe nuk është kuptimi i hadithit se i privohet përjetësisht, sepse ky veprim nuk përbën mohim, nuk përbën blasfemi. Pra nuk është se njeriu me këtë që bën po mohon Zotin, ai thjesht po mohon një mirësi të Zotit dhe po shkel, domethënë disa kufi që Zoti i ka vendosur. Ktu nuk lejohet të kalosh këto kufi, mirë, po ky i te kaloi këto kufi dhe i shkeli këto kufi, për këtë arsye do të dënohet, po jo se do të jetë përjetësisht. As nuk është qafir, domethënë me kuptimin femohues apo mohues ai njeriu që e bën një veprim të tillë. Që bëjmë pauzë shkurtë dhe rikthehemi përsëri kësaj historie, ndërsa miq na ndiqni pas pak.
Rikthehemi në këtë pjesë të dytë miq dhe po flasim për ngjarjen e njeriu i cili prej paturimit të tij preu damarët derisa e erdhi dhe vdekja dhe kjo vetvrasje e dënuar në Islam, Zoti ju shpreh se pikërisht një vepër e tillë përfundimin e ka në zjarrin e xhenemit. Pra një vepër e cila ka përfundim shumë të hidhur në këtë botë, po gjithashtu humbja më e madhe, ndëshkimi më i madh pastaj është dhe në botën tjetër. Hoxh, kur flasim për vetvrasjen, duket sikur është pikërisht ky momenti, po ndërkohë gjërat nuk vijnë kaq thjesht. Njeriu shpesh zhytet në botën e veseve, zhytet në borxhe, zhytet në immoralitet dhe pastaj kur i rëndojnë të gjitha këto, mendon që atë vras veten, atë jetoj apo të mos jetoj. Cilat do ishin disa prej këshillave tuaja që rinia të mos shkojë deri në këtë pikë, po dhe nëse ka shkuar të gjejë zgjidhjen e duhur dhe të vazhdojë jetën. Shumë korrekte që gjërat funksionojnë shkak pasojë. Domethënë nuk është vetvrasja një moment që lind, domethënë si më thën momentale, është diçka që ka disa të shkuara dhe janë pikërisht disa shkaqe që e çojnë njeriu në një situatë të tillë dhe një rezultat të tillë. Për këtë arsye është mirë që njeriu domethënë ta kapi veten dhe ta marrë situatën në kontroll dhe mos lejoj që situata të degradojë deri në këtë fazë. Si më thën, vetvrasja është ai orteku i madh i cili ka nisur shumë i vogël. Nëse do të ishte ndaluar qysh në fillim, atëherë nuk do të kishim rezultate të tilla. Kështu që si më thën, 1 gram mbrojtje është më mirë se sa një mal me ilaçe. Kështu që mos ta arrim deri në këtë fazë dhe mos ta çojmë veten deri këtu. Po mos neglizhojmë disa gjëra të vogla, të cilat duket sikur veset momentale që te kalojnë, por pastaj ata mund të kthehen në tilla. Për këtë arsye është mirë që njeriu domethënë të jetë gjatë gjithë kohës i lidhur me Zotin e tij. Është mirë që njeriu çdo gjë ta kalojë edhe t'i japi zgjedhje ashtu siç Zoti na ka paraqitur në Kur'an. Për shembull, le të themi, njeriu ngarkohet me mëkatet dhe gjunahet dhe vjen një moment që thot kush jam unë që po Zoti ka dhënë zgjedhjen. Thuaj robët e mi, ju që i keni humbur shpresat për shkak të mëkateve dhe gjunave që keni bërë, mos i humbni shpresat për Zotin. Po pse? Zoti i fal gjitha gjunahet. Pra Zoti i madh derën e pendimit e ka lënë hapur për të gjithë. Pa nuk ka një moment që njeriu thot s'm fal Zoti ose kush jam unë ose e kam nxjerr, nuk ka. Po kështu edhe ngabimet që mund të ketë njeriu në raport me jetën e tij. Ka diçka në kodin moral njerëzor që thuhet, në kodin universal të vlerave njerëz që është kërkimi ndjes dhe falje. Më thënë, nëse njeriu për diçka që ka bërë kërkon ndjes, kërkon falje, e pranon publikisht. Merr dhe përgjegjësitë. Pavarësisht sa do të na mund të jenë ato. Kjo është një shlyerje, pra nuk, si më thënë, njeriu kujton se nuk e shlyn mëkatin e tij ose gabimin e tij vetëm se vetvrasje, kjo nuk është e vërtetë. Mund të ketë një ndëshkim penal në këtë botë për njeriu, duke vuajtur, duke bërë burga, nuk e di çfarë mund të jetë, domethënë, edhe njeriu e kalon. Ose ndoshta nuk ka nevojë, njeriu duke e deklaruar fajin dhe gabimin e tij, duke kërkuar ndjes, dhe mund të fitojë amnisti. Domethënë nuk është se s'ka zgjidhje. Për këtë arsye, domethënë është mirë që njeriu të ketë një konsulent të mirë në situata të tilla dhe në rrethana të tilla. Sepse ndonjëherë konsulenti i mirë bëhet sebeb që t'i hapi një dritë personit edhe t'i tregojë se ka zgjedhje dhe ka rrugdalje. Dhe konsulenti jo i mirë, ndoshta do mund ta zhyjë më thellë. A mund themi se zakonisht konsulenti i cili të ofrohet në momentin më të parë në këtë rast është shejtani me të cytet e tij për ta bërë situatën tërësisht të demoralizueshme dhe a mund themi se zakonisht mendimet për të vrarë veten, mendimet për ta mbyllë jetën janë tërësisht cytet e shejtanit. Absolutisht. Se dikush i mendon si të arsyeshme, po jeta nuk vazhdon më dhe kjo është arsyeshme. Ndërkohë që është një kurth e shejtanit. Kjo gjë nuk vjen vetëm se për shejtanit të mallkuar, sepse shejtani e din se kjo është një vepër e dënuar tek Zoti, edhe e dyta, shejtani e din që me këtë vepër do të maj penget edhe shumë njerëz të tjerë. E treta, shejtani e din që nëse ky fenomen fillon të përhapet, vetëm ai fiton. Sepse në momentin që për shembull jepet në lajme që dikush vrau veten, kjo mund të jetë një motivues për dikë tjetër që është ndyshim. Kështu që në të gjitha rastet, ai që fiton është shejtani i mallkuar dhe ai që humb është personi, njeriu. Kështu që
Për këtë arsye duhet një këshillues i mirë, pra duhet një këshillues me kuptimin e njeriu që e njeh Zotin, njeriu i cili njeh psikologjinë, edhe domethënë mundohet ta marrë njeriu me qetësi edhe t'i hapi dyert e shpresës. Jo ta çojë direkt ke drita, se mund ta verbojë edhe prap jemi në errësirë, po që e merr edhe e ambienton edhe e mëson dal nga dal derisa të arrijë në një fazë që ai të kuptojë se ka qenë një fazë momentale edhe kaloj shumë thjesht, domethënë dhe kaloj me sukses. Por Zoti shpëleft, e lutem Zotin që si thosh kjo cilësi, kjo veti, kjo tendencë e cila shpesh ndodh tek të rinj, por jo vetëm të ndalet, sepse shohim në statistika që vetvrasja nuk është, po themi, vetëm tregues tek ata që janë zhytur në borxhe. Shpesh njerëzit të cilët kanë të ardhurat, kanë dhe pushtet, vendosin ta mbyllin këtë jetë për shkak se nuk e kanë nisur drejt dhe e kanë bërë jetën e tyre rrëmuj dhe mendojnë që nuk ka vend vazhdohet më. Zoti shpëleft. Amin. Zoti shpëleft. Miq, këto ishin argumentet rreth vetvrasjes. Kjo ishte një ngjarje që sollëm sot dhe një ngjarje e cila edhe pse para shumë vitesh ka ndodhur, ne nxjerrim mësime për saj. Dhe hoxha përmendi se sprovat, qoftë dhe në këtë niveli, nuk vijnë për ta nënçmuar njeriu, nuk vijnë për t'i vështirësuar jetën e njeriu, po vijnë për të nxjerrë xhevairet e tij dhe vlerën e tij. Po kjo ka vetëm një zgjidhje, duke u mbështetur Zotit. Pra, le të mbështetemi Zotit në këto situata të vështira, po dhe në çdo situatë tjetër që ngjarjet të mos vinë deri në këtë moment. Zoti shpresoj të takojmë. Selam alejkum.